Mirdita Librazhdi, mirdita Prenjasi, mirdita demokrat dhe demokrate, zonja dhe zotrinj, mirdita kryetari Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirë se erdhët në këtë vend të bekuar, mirë se erdhët në këtë vend të bekuar nga Perëndia, por të harruar nga qeveria. Por Librazhdi ka në zemër të tij monumentin e kujtesës, të kujtesës se çfarë i kanë bërë etrit e këtyre qeveritarëve bive të Librazhdit. Kanë monumentin e Vilson Bloshmit dhe Gens Lekës, shqiptarët kur nuk do të harrojnë. Tani zonja dhe zotrinj, pa u zgjatur më tej, ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Fjalën zonjushës Mersi Alliu, përfaqësuese e komunitetit hotolisht që preket nga korridori 8. Të nderuar qytetarë të Librazhdit, të dashur banorë të fshatit hotolisht, i nderuar profesor doktor Sali Berisha. Sot nuk jam këtu vetëm si një përfaqësuese hotolishtit. Jam këtu si zëri i arsyes, i drejtësisë dhe një komuniteti që kërkon të dëgjohet. Jemi mbledhur për të ngritur zërin për një çështje që na prek të gjithëve, ndërtimin e një rruge, që ndonse paraqitet si zhvillim, në të vërtetë kërcënon jetesën, pronën dhe identitetin ton. Rruga që planifikohet të ndërtohet është pjesë madhore e projektit të korridorit 8. Është mbështjellë me mister dhe mungesë të thellë transparence. Nuk është publikuar asnjë plan përfundimtar, nuk është bërë asnjë dëgjesë reale me banorët dhe askush nuk jep përgjigje të qarta. Ku do kaloj konkretisht kjo rrugë? Çfarë prek ky projekt? Apo kush përfiton dhe kush do sakrifikohet? Kjo mungesë informacioni është fyerje për çdo qytetar. Është e papranueshme që në vitin 2025 një projekt i përmasave strategjike të mëdha të ndërtohet në këtë mënyrë, në heshtje dhe në përbuzje të popullit të fshatit hotolisht. Hotolishti nuk është thjesht një fshat. Është histori, është familje, është trashëgimi dhe është identitet. Dhe nuk do të lejojmë që për interesa që askush që nuk i shpjegon të ndahet më dysh një komunitet i tërë dhe të shkatrohet prona dhe jetra e dhjetëra familjeve. Prej juash kemi kërkuar vetëm një gjë, transparencë. Kemi kërkuar dokumente zyrtare, planin e rrugës, ndikimin mbi mjedisin dhe komunitetin. Kemi kërkuar dëgjesa me pjesëmarrje të vërtetë. Po çfarë kemi marrë në këmbim? Heshtje dhe përbuzje. Ne nuk jemi spektator në këtë vend, ne jemi pronar legjitim të çdo pëllëm betoke në hotolisht dhe nuk do të lejojmë që dikush, as pushteti lokal, as qendror dhe as kompanit private të vendos në fshetësi për pronën tonë. Rruga mund të jetë zhvillim, vetëm nëse i shërben komunitetit, jo nëse dëmton atë. Ne nuk jemi kundër zhvillimit, ne jemi kundër zhvillimit që shkatron, jemi kundër zhvillimit që vjen pa drejtësi, pa dinjitet dhe pa llogaridhënie. Zëri ynë ka rëndësi,
dhe nuk do të heshtim. Kërkojmë që ndërtimi i rrugës të bëhet ose duke ndjekur shtratin e lumit Shkumbin, ose të bëhet nëpërmjet një tuneli, në mënyrë që të mos preket fshati hotolisht. Zgjidhjet ekzistojnë. Mjafton të ketë vullnet dhe transparencë. Ndaj sot këtu, në zemër të Librashtit, ne bëjmë thirrje të qartë dhe të fortë. Ose bëhuni pjesë e zgjidhjes, ose përballuni me vendosmërinë tonë. Ne nuk do të ndalemi, nuk do të dorëzohemi dhe as nuk do të tërhiqemi. Le të mbrojmë hotolishtin, le të mbrojmë tokën dhe historinë tonë, dhe le të mos lejojmë askënd të ndërtojmë mbi djersën dhe sakrificën e brezave pa na dhënë llogari. Faleminderit. Tani dua t'i jap fjalën një tjetër të riu, kryetarit Forumit Partisë Demokratike të Degës së Librashtit, Klaus Bloshmi. Të nderuar motra dhe vëllezër, të nderuar të rinj të qytetit të Librashtit, jeni forca e këtij fushate, të cilët ne do ta bëjmë pa frikë dhe me kryen lart. Kam vetëm dy fjalë të thjeshta. Çdo band që vjen në Librash për të kërcënuar, për të bler me para të pista, ata nuk do t'ja dalin dot. Sepse ne jemi këtu për t'i thënë stop atyre dhe ne do t'ja dalim. Doktor Berisha, ti e di shumë mirë se si funksionojnë bandat në këtë qytet edhe në këtë qark. Por ne i kemi thënë stop. Ne po dalim çdo ditë në fushat, çdo ditë po takojmë njerëz. Këtu jemi shumë më pak, po do ishim shumë më shumë, por ata janë shumë të pisë në këtë lojë. Vazhdojmë bëjmë presione, vazhdojmë të blejnë, por përgjigja atyre do jetë shumë e thjeshtë. Në 11 maj, kur ata të numërojnë vota, do ta kuptojnë çfarë kanë bërë, çfarë gabimi kanë bërë që janë marrë me ne. Ne do fitojmë, ne do votojmë doktor Berisha dhe numri 1. Rof profesor doktor Berisha, rofshi ju demokratë e qytetit të Librashtit dhe fitofshim. Tani me shumë kënaqësi do t'i jap fjalën mësueses zonjës Lindita Lila. Të nderuar qytetarë të Librashtit, të nderuar demokrat, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, shkëlqësi zoti Berisha. Siç më prezantuan jam mësuese dhe dua t'ju them që sot arsimi në Librasht, ashtu si në gjithë Shqipërinë, ndodhet përballë një realiteti të hidhur që godet themelet e së ardhmes sonë si shoqëri. Faleminderit. Shkatrimi i arsimit nga pushteti 12 vjeçar i rilindjes. Ky shkatrim nuk është produkt i një dite, por rezultat i një zinxhiri të gjatë dështimesh, ku cilësia e ulët dhe shpopulimi masiv janë dy nga plagët më të thella që po e përkeqësojnë sistemin tonë arsimor. Së pari, të flasim për cilësi. Në shumë shkollat vendit mungojnë mjetet bazë të mësimdhënies, librat janë përkthyer dobët, programet janë të papërshtatura me kohën dhe infrastruktura lë për të dëshiruar. Mësuesit, shtylla e çdo sistemi arsimor janë shpesh të nënvlerësuar, të nënpaguar dhe të detyruar të punojnë në kushte që nuk i inkurajojnë as ata vetë dhe as më pak nxënësit. Si mund të kërkojnë breza të arsimuar kur vetë sistemi ofron dije të cunguar? Por problemi nuk ndalet këtu. Një plagë edhe më e rrezikshme është popullimi. Fshatrat dhe dy qytetet e rrethit ton po boshatisen çdo ditë më shumë, po mbeten bosh dhe metohet dhe bankat e shkollës. Shkollat që dikur gumzhinin nga zërat e fëmijëve, sot janë të heshtura ose të mbyllura. Prindrit largohen në emigrim në kërkim të një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre, sepse këtu nuk e gjejnë dot atë. Dhe kur ikin prindrit, ikin dhe nxënësit, ikin dhe mësuesit, ikën dhe shpresa. Kjo nuk është thjesht një krizë arsimore, është një krizë kombëtare, sepse pa arsim nuk ka zhvillim. Pa të rinjt arsimuar nuk ka ekonomi që lulëzon, nuk ka drejtësi, nuk ka shëndetësi, nuk ka shtet. Duhet investojmë më shumë në arsim, jo vetëm financiarisht, por me vullnet politik, me përkushtim moral. Duhet krijojmë një sistem që jep arsimit vlerën që meriton dhe që e shndron shkollën në një vend ku formohen qytetarë të lirë, të zotë dhe të përgatitur për jetën. Prandaj të bashkojmë votat tona për kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, për kandidatët e Partisë Demokratike dhe fitore.
Faleminderit zonja Lindita për gjitha problematikat që ngritet për arsimin. Tani kam një pyetje. A do ta ndryshojmë arsimin pas 11 majit apo jo? A do fitojmë në 11 maj apo jo? Tani dua t'i jap fjalën kryetarit të degës Partisë Demokratike në Librazhd, zotit Sulejman Brazhda. I nderuar doktor Berisha, mirë se keni ardhur në Librazhin ton të dashur. Të nderuar bashkëqytetarët e mi, të nderuar demokrat. Ndihem shumë i privilegjuar sot si kryetari i Partisë Demokratike të rrethit Librazh për para jush në këtë moment që shënon jo vetëm bashkim të forcës tonë politike, por dhe si një kapitull të ri për të ardhmen e vendit tonë. Sot më shumë se kur Shqipëria ka nevojë për ndryshim. Prej 12 vitesh një forcë politike që erdhi me premtime fantashkencë ka marrë peng jo vetëm shtetin, por dhe shpresën e shqiptarëve. Qeverisi me arrogancë, korrupsion, me indiferencë të theksuar ndaj hallëve të përditshme të shqiptarit të thjeshtë. Librazhdi dhe Prejasi, si shumë qytetet e tjera të Shqipërisë, janë lënë harres. Rinia po largohet, dashur. Ekonomia në kolaps, arsimi dhe shëndësia në udhkryq. Shërbime publike larg qytetarit. Këto janë pasojat e një modeli që ka dështuar. Këto janë modelet janë pasojat e një modeli të dështuar, por sot jemi këtu për të sjellë shpresë sepse Partia Demokratike nuk është vetëm opozita, është alternativa reale. Është alternativë reale me një program të qartë, me një vizion të ndershëm realist për të ardhmen, me një program që fokusohet ekonomia, drejtësia, arsimi, dinjiteti i çdo shqiptari. Doktor Berisha, në drejtimin tënd dhe stafit drejtues Partisë Demokratike, me mbështetjen e çdo qytetari të lirë, të çdo demokrati, ne do të rikthejmë besimin tek politika si një mjet për të bërë më mirë. Shqipëria meriton më shumë, Librazhdi meriton më shumë, Prejasi meriton më shumë. Është koha për të hapur një faqe të re. Është koha për të thënë mjaft këtij degradimi 12 vjeçar. Dhe si thot një shprehje e madhe, kur populli ngrihet, as një pushtet i kalbur nuk mund ta ndalë. Prandaj le të ngrihemi së bashku, të votojmë numër 1 dhe kandidatët tonë, të votojmë për ndryshimin, të votojmë Partinë Demokratike, të votojmë për të ardhmen, një dhe vetëm një, për të qenë njësha në të gjithë Shqipërinë. 11 maj është shumë pranë miq, prandaj ju ftojmë të bashkohemi së bashku. Me plot të drejtë, le të bërërasim dhe njerë, fitore, 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 është vetë një shpresë. Ju faleminderit shumë. Tani, kam kënaqësinë t'i jap fjalën drejtuesit politik të qarkut e Elbasanit, zotit Tomor Alizoti. Demokrat nderuar, unë kam shumë qejf të flas, por kur është doktori unë flas shumë shkurt. Më vjen mirë që Librazhdi Prejasi është në shesh dhe ka vrarë frikën. Çdo e vërtet ka nevojë për guximtar. Partia Demokratike është partia guximtarëve. Një mesazh për ju që jeni jashtë dhe jeni cepave. Ju që i shkoni njerëzve në shtëpia për t'ju marrë votat. Mos harroni që ne kemi mundur baballarët tuaj, që kishin tanke, kishin ushtri, kishin polici. Juve do t'ju ham të gjallë, nëse prekni demokratët, nëse veni mina, nuk do t'ju ndahemi kudo që t'jeni. Ju që doni të shkatërroni Shqipërinë, ju analfabet, ju maskarej, do t'ju ham të gjallë, mos guxoni t'ju shkoni njerëzve në shtëpia natën. Mos guxoni të fusni duart ditën e zgjedhjeve, sepse liria e njerëzve është e shenjtë. PD-ja është themeluar nga njerëz të lirë. Doktori jepi sepse ty të kanë më shumë frikë. Fitore! Zoti
Alizoti, ju duhet të kishit qëndruar këtu në skenë në fakt, sepse tani do të bëjmë një prezantim të listës për qarkun Elbasanit, të listës fituese, duke filluar nga Tomor Alizoti, Edmond Haxhinasto, Klodiana Çapja, Blendi Imçi, Aurel Bylykbashi, Ilirian Alliu, Ira Boja, Dritan Cani, Elsa Gega, Lumturi Hasa, Armando Klogjeri, Renato Kumria, Armonela Marku, Dritan Mitarja, Alis Larazani, Mustafa Pasha, Dritan Seko, Qani Gjafa dhe Dashamira. Tani zonja dhe zotri erdhi momenti t'ja fjalën kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Librazhdit, banor të këtij rrethi, përshëndetjet më të përzemërta kudo që ndodhi sot në këtë shesh, në rreth të Librazhdit, në Shqipëri, në emigracion. I dashur zoti Tomor Alizoti, udhëheqës politik i qarkut të Beratit, udhëheqës politik i qarkut të Elbasanit, i dashur kryetari i Partisë Demokratike për Librazhdin, vëllezër, motra, zonje, zotri, ju sjell përshëndetjet më të përzemërta nga Kongresi i Partisë Popullore Europiane, partisë më të fuqishme që qeverisë sot me 14 kryeministra drejton Komisionin Europian, Parlamentin Europian, të cilët dje votuan me unanimitet një rezolut në mbështetje të secilit prej jush të votës tuaj të fitores Partisë Demokratike dhe denoncuan Edi Ramen, klikën e tij si armiq të egër të votës së lirë të shqiptarëve. Pra, ne shkojmë me datën 11 maj në zgjedhje të sigurt, në një fitore të thellë, në një fitore me të cilën qytetarët e Librazhdit dhe të mbarë Shqipërisë votojnë për veten e tyre, për familjen e tyre, për të ardhmen e tyre, të ardhmen e Librazhdit dhe të gjithë Shqipërisë. Unë jam këtu për të zotuar para jush, se me programin ton, ne do u rikthejmë parat qytetarëve shqiptarë, dhe se çdo pensionist në këtë rreth, në këtë qark, në Shqipëri, brenda 100 ditëve të para, nuk do ketë kur një pension ndën 200 euro. Do vendosi minimumin jetik. Do vendosi minimumin jetik. Prej 200 eurosh, i cili përmirëson gjendjen e 560.000 pensionistëve me pensione ndër 170 euro. Minimum jetik do jepet të gjithë shqiptarëve në ndihmë ekonomike, të gjithë të papunëve, të gjithë studentëve me bursë
dhe fëmijëve me një prind. Pra, 100 ditë të para miq, ne nxjerrim shqiptarët nga varfëria e skajshme. Dhe jo vetëm kaq, por çdo shqiptari me rrogë të ulët nën 500 euro, apo 500 euro. Çdo pensionisti ne japim kartën e konsumatorit me cilën ai do blej ushqimet dhe gjërat bazë 20% me lirë se tjertë, çfarë do thot do marrë në vit 450 euro kompensim për taksën e vlerës shtuar që paguan kur blen ushqimet. Në 100 ditë të para, çmimi i naftës do të ulet me 40%. Nuk do shitet kur më shumë se plus minus 10% të çmimit Maqedoni dhe Kosovë. Miq, pra, ne japim një goditje përfullimtare mjerimit apo varfërisë ekstreme. Nuk do ketë shqiptar që të kenë ndën 6.3 euro në ditë. Me programin ton Aleanca për Shqipërinë Madhështore, do t'i jap biznesit një frymëmarrje të re të fuqishme. Biznesi vogël do paguaj energjinë me 6 lek nga 18 që e paguan sot. Biznesi vogël do përgjysmohet tarife e ujit, do pjestohet me 5 tarifa e hapësirës publike, do rriten tavanet në 180.000 euro për të vëshën dhe tatim fitimin për bizneset e vogla. Për bizneset tjera, vendoset takse e shesh 10% nga 23%. Të vëshëja ullet në 15% nga 20%. Shqipëria do jetë vendi me klimën më të mirë të biznesit, edhe ato energjin do të paguajnë 6 lek nga 18 që paguajnë sot. Të dashur miq, regjimi i Edi Ramës është bërë i famshëm në botë për lidhjet e tij me krimin, për drogën. Unë u bëj një pyetje fermerëve të Librazhdit. Sa herë e keni ndigjuar kryeministrin të flasë për ju, për pemtoret tuaja, për prodhimet tuaja, dhe sa herë ka folur ai për drogën dhe kanabisin? Fermerë dhe fermerët Librazhdit, ju garantoj se vitin e parë të qeverisjes do të pesfishohen investimet, fondet, subvencionet për ju. Ju do keni të njëjtat subvencione me fermerët e Maqedonisë, me fermerët e Kosovës, me fermerët e vendeve përreth. Sot, qeveria nga 8 miliard euro ka lënë për ju 32 milion euro, pa çka se ju jipni 20% të prodhimit dhe punsoni rreth 500.000 shqiptarë. Kjo shumë do t'jetë 220 milion euro.
Takt të vëshëja do jetë simetrike, një lloj në shitje dhe në blerje. 70 milion euro në vit do t'investohen për ujitje, kullime dhe mbrojtje e tokës. Qeveria do krijoj një fond të veçantë për mbrojtje e prodhimeve tuaja, çdëmtimet nga moti dhe fatkeqësitë natyrore. Kredit buta për të gjithë fermerët që duhet të zhvillojnë fermat e tyre. Hiqen çdo kriter për subvencionimet, jo kokë bagti apo sipërfaqe toke. Edhe një kokë vetëm, edhe një lopë vetëm do të subvencionohet. Edhe një dyrim tokë do të subvencionohet. Të dashur miq, thirrjet nga mbar Europa dhe bota këto 3 muaj kanë ardhur në Shqipëri që shqiptarët të ndahen nga krimi, që shqiptarët të votojnë si qytetar të lirë. Shtoni pak pyetjen. Çfarë përfituat ju 12 vite? Pensionistë dhe pensionistë. Pas 12 vitesh, Edi Rama buxhetin e fundit la 16 milion euro për ju. Dhe ju nuk jeni 100.000 apo 200.000, po jeni 760.000. Pensionistë dhe pensionistë. Mos harroni se me pensionin që mirrit të vitin 2013, blinit 250% më shumë se sa që bleni sot në dyqane. Por të bler ato që blieshin 2013 me 143.000 lekë sa që ishte pensioni, sot ju duhet pagueshit me 390.000 lekë. Por qeveria ju ignoroi ju shumëzoi me 0. Ndaj dhe vota me 11 maj është vot për veten tuaj, për dignitetin tuaj. Ju garantoj se ju do merrni falas ato ilaçe që merr pensionisti italian falas në Itali. Se lista e rimbursimit do t'jetë identike për të rit. I siguroj se shkollimi tyre, modernizimi i arsimit, digitalizimi plot i tij, heqja e mesatarësh për universitetet, punësimi i tyre pas mbarimit të universiteteve, pagesa nga qeveria sigurimeve shoqërore për të rit një vit, grantet dhe kredite buta për startupet dhe bizneset e tyre, një çati për çdo çift, me 30.000 euro grant për të paguar interesat e kredis, do t'jetë zotimi ynë për të rit shqiptar. Miq, 11 maj është dita të ndryshojmë, është dita të votojmë për dignitetin tonë, dita të votojmë për paqen, për sigurinë tonë dhe të japim ndëshkimin më të madh krimit. Çfarë fitoj? Çfarë fitoj Tao nga votat tuaja? Tao fitoj 100 milion të fshehura, fitoj pasuri, fitoj emër më të keqin si baloz krimi në Elbasan dhe në Shqipëri.
e murt vesh besoj. Para 10 ditësh, Sueli ja bëri për spital shoferin. Dhe Tao, dhe Tao e qepi gojnë si i pa qenë, si ushtari Suelit, turp të ketë. Tao Burreci e qepi gojnë nda njeriut që kishte patur vite shofer. Ja theu koskat, sepse nuk mbështeti Sara Milen. E kuptoni ju? Qytetarët Librazhdit jeni njerëz të lirë, duhet ndëshkoni këtë bandë me votën tuaj. Dhe u garantoj ju se Suelin dhe Suel si a ju do shpallën terrorist me datën 12 maj. Banorëve totolishtit, ju ja fjallën se asgjë nuk do të bëhet në kundërshtim me vullnetin e tyre, se zgjidhja do t'jetë ajo që ata meritojnë dhe kërkojnë, dhe ata kanë të drejtë në çdo ligj, kombëtar dhe ndërkombëtar, të përfillen dhe të vendosin për fatin e tyre. Kam një thirrje për anëtarët e forcave të policisë. U bëj thirrje mos shkelmoni mbi djersën tuaj, mbi mundin tuaj, mbi sakrificat tuaja. Ju garantoj se pas 11 maj, çdo orë e tyre do paguhet, trajtimi i ri për çdo polic, por mos zbatoni urdhra kriminalësh, komisarësh kriminal që bashkëpunojnë me bandat, zbatoni ligjin, jeni shërbëtor të vërtet të ligjit dhe qytetarëve. Një thirrje kam për punojësit të administratës. Qëndroni të palkundur, shërbëtor të qytetarëve besnik të ligjit. Mos u bëni terrorist patronazhist, sepse u garantoj që patronazhistët do të ndiqen si terrorist elektoral gjithë jetën e tyre. Të dashur miq, unë po vi nga Valencia. Kongresi i Partisë Popullore i 82 partive politike, Kongresi i forcas politike më të fuqishme në Europë, miratoi një rezolut në të cilën gozhdonte Edi Ramën dhe regjimin e tij, si një regjim që minon votën e lirë, si një regjim që minon demokracinë, si një regjim që bashkëpunon me krimin, si një regjim që nuk ka të ardhme, si një regjim që s'do të ndorë Shqipërinë në Europë. Ndaj dhe ju bëj thirrje të ndigjoni zërin e miqve tanë, që shohin tek Partia Demokratike, forcën kryesore politike, të lirive të drejtave të shqiptarve, të begatimit prosperitetit tyre, të integrimit tyre në Europë. 11 maj është ditë e ndryshimit,
është ditë e fitores, e Librazhdit madhështor, Elbasanit madhështor, Shqipërisë madhështore. Rrofshiu!